që do të flasim për situatën e brendshme politike, por të ndikuar sigurisht edhe nga ajo gjeopolitike, ajo që po ndodh në botë. Jo vetëm nga lufta në lindjen e mesme, por edhe një dallë që duket sikur në Ballkan po vjen nga Hungaria, nuk dihen nëse do ta prek apo jo Shqipërinë ndryshimi i pushtetit atje. Të paktën boshti Budapest-Beograd shkup ka psuar një tronditje. Megjithatë, për të folur për zgjedhjet në Hungari, ndikimi i Shqipërisë, ato që po ndodh sigurisht në lindjen e mesme, do të zhvillojmë një bisedë me Nikola Kellin, pjesë e Partisë Demokratike, Departamenti Brengen, njohur si shoqëve ndërkombëtare. Nikola, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju. Përpara se të flasim për Hungarinë, ku ju keni ndjekur dhe procesin zgjedhor atje, më lejoni ta nis me një pyetje, me një lajm që ka qarkulluar mbrëmjen e djeshme, që më në fund presidenti Trump ka propozuar ambasadorin për në Shqipëri, Erik Guent, një general lejtnant, në pension, po me një karrierë të jashtëzakonshme, komandant i forcave speciale, operacioneve speciale të NATO-s, njohur si lindjes mesme i konfliktit Palestinë pra Izrael, i gjuhës arabe, por edhe koreane, pra pothuajse nga të gjitha. Tani ju si mendoni, përse është zgjedhur një figurë e tillë, me një personalitet të tillë? Ndoshta mund të ketë qenë shpërblim për karrierën e jashtëzakonshme që ka pasur, apo edhe për faktin që Ballkani është porta e Europës, aq më tepër në këtë situatë që ndodhemi tani? Generali ka një CV impresionuese. Ju I përmendët disa nga elementët. Në 2020 ka qenë I nominuar I presidenti Trump për ambasador të Katarit, në mos gaboj. Unë mendoj këtë, së pari është I lajm I mirë që Shqipëria rikthehet në vëmendje dhe do ketë një përfaqësim në nivel ambasadori. Ishim edhe se mund të rrezikonin për shkak se në një rikonfigurim të mundshëm ndoshta, se asnjë nga vendet e Ballkanit nuk ka për momentin. Ndoshta mund lini edhe një. Pikërisht. Ka qarkulluar kjo ideja që mund të ishte një për gjithë, ose dikush të mbulonte gjithë rajonin e Ballkanit. Ndaj është lajm I mirë, sidomos për sa I përket situatës geopolitike në cilën ne ndodhemi. Unë kam këtë shpjegim, nuk është se kam një informacion shumë të madh në lidhje me figurën e generalit, por në dhjetor të vitit të shkuar, të 2025-s, presidenti Trump firmosi dokumentin e kaluar në 2 dhomat e Kongresit, aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare, NDAA-in, ku kishte një seksion specifik për Shqipërinë, ndryshe nga vitet e tjera, kur një dokument I tillë I sigurisë kombëtare ka kaluar. Dhe kishte një seksion për Ballkanin, ndjes. Që do të thotë, Ballkani është, pavarësisht se mund të duket si periferi, një zonë e vogël, një rajon I vogël e tjerë I parëndësishëm në kontekstin e pikturës së madhe të ngjarjeve botërore, po fakti që është një seksion më vete atje, I kushtoi një seksion specifik, do të thotë që ka një farë ndjeshmërie në Washington. Dhe elementet kryesor që ishin në pjesën për Ballkanin, ishte fakti që Shtetet e Bashkuara zotoheshin që nuk do lejonin influencë ruse apo kineze në rajonin e Ballkanit, dhe natyrisht nuk do lejonin korrupsionin, krimin e organizuar, kartelet e drogës, që janë bërë një shqetësim serioz për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria në një farë mënyre është një shtet I vogël në një rajon delikat, pro-amerikan patjetër, por që I ka të gjithë këto problematikat që shprehin në atë dokument. Ka një problem shumë të madh që e thotë e ngarkuara me punë Nancy Van Horn vazhdimisht në çdo takim me qeverinë shqiptare, me përfaqësues të qeverisë, që është lufta ndaj krimit të organizuar dhe karteleve të drogës që nuk po ndodh. Shqipëria në raportet e Departamentit të Shtetit, raporti për narkotikët në volumin e parë të vitit kaluar, cilësohet si një vend që është kthyer në një vend hub pra në një vend kyç për trafikimin e kokainës dhe të heroinës, një problem që nuk ka qenë më përpara. Kemi pas probleme me kanabisin, kultivimin e kanabisit e tjerë, por nuk ka qenë kokaina, heroina, drograt sintetike, të cilat vijnë nga lindja dhe në këtë korridor të ri të krijuar nëpërmjet Shqipërisë përhapen në të gjithë kontinentin evropian dhe shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar, po dhe në kontinentin amerikan. Pra ky është një shqetësim serioz. Më pas influencat ruse dhe kineze, që ne nuk I kemi pasur, nuk ka qenë në Shqipëri një problem ky, por ne e pam se çfarë ndodhi me në portin e Durrësit me Porto Romanun, një nga kompanitë e akuzuar dhe nga ish zëvendës kryeministri Ahmetaj, por dhe nga mediat në Shqipëri,
një nga kompanitë ajo që do ishte fituesja para se ta anulloj tenderi me një arsye që Sharaki që nuk i mbush mendjen askujt, kishte lidhje me kompani ruse, me Lukoilin dhe me element të sankcionuar. Kemi pasur skandalin e Akshit, bëhet fjalë me ato që kanë dalë nëpër media dhe për rrjetet të dhënave të NATO-s, se të qytetarëve shqiptar pa diskutim, domethënë të dhënat sensitive të qytetarëve shqiptar janë kthyer në një produkt tregu që shitet në tregun e zi. Lexoja një raportim që të dhënat e qytetarëve mund të gjenden në atë që quhet dark web, në internetin e errët dhe tregtohen me Bitcoin apo me mënyra të tjera. Pra, këtu në Shqipëri nuk bëhet më fjalë për çështje korrupsioni. Këtu kemi kaluar në një shkallë edhe më të lartë dhe bëhet fjalë për cënim të sigurisë kombëtare të Shqipërisë, të sigurisë rajonale, por dhe të sigurisë së vendeve të NATO-s. Dhe fakti që në Shtetet e Bashkuara presidenti Trump ose kjo administratë përzgjedh një figurë me një CV të tillë dhe me një background në fushën e sigurisë, si generali që ka dalë dje në media, tregon që pikërisht këto çështjet e sigurisë të gjithë problematikave që dhe opozita ka ngritur, dhe raportet e Departamentit të Shtetit, dhe raportet e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë kanë ngritur, janë në lupën amerikane dhe duhet një figurë e tillë e fortë me këtë background për të përfaqësuar interesat amerikane në Shqipëri, se në fundit ai vjen për të përfaqësuar shtetin e vet këtu. Dhe unë mendoj, të paktën unë personalisht me një pamje të parë këtë analizë mund të bëj. Më pas sa më shumë të marrim vesh për figurën e të nominuarit si ambasador, ndoshta do bëjmë analiza më të thelluara ose. Ju bët një panoramë të qartë si brenda si jashtë vendit, por duke parë figurën e tij duket sikur është propozuar më shumë për jashtë kufive të Shqipërisë. De facto ai zëri do jetë për gjithë Ballkanin me kapacitetin dhe profitin që ka. Ndoshta nuk do ketë kohë që të merresh shumë me këto cicmicjet brenda, se ne për çdo lëvizje politike apo deklaratë jemi mësuar që shikojmë si do jetë reagimi nga rruga e Elbasanit. Nuk besoj që do jetë që të ketë reagim apo qëndrim, postime si Yuri Kim apo të tjerët, thuajse duke qenë shumë protagonist për çdo ngjarje. Pra do jetë ndoshta më i tërheqën politikën e brendshme. Bazuar në CV-n e generalit, unë nuk do doja ta ofendoja që ta krahasoja me Yuri Kim, se do ishte nuk do vim për çështje të vogla. Një ofendim, jo, do ishte një ofendim shumë i madh. Zonja Kim nuk e di, ka tejkaluar çdo limit të diplomacisë, të rolit të saj, ishte tërësisht rast tjetër. Domethënë unë nuk mendoj se ka precedent në historinë botërore, nuk e di me kë mund të jetë e krahasueshme për shkeljet që ajo i ka bërë dhe përdosjen që i ka bërë rolit të ambasadorit dhe si përfaqësuese e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Generalit paktën nga CV-ja duket se është tërësisht profil tjetër, është një nivel shumë i lartë, me një eksperiencë shumë të gjatë, e tjerë me radhë në fusha të rëndësishme të sigurisë, kur ka qenë i dërguar në lindjen e mesme me Izraelit dhe autoritetit palestinez, mendoj që mund t'ja dalë edhe në Shqipëri. Por siç e thash, do duhet të dim më shumë që të bëjmë një analizë më të mirë informuar për atë vetë si figurë dhe për impaktin që do ketë. Në pamje të parë, duket sikur shqetësimet që janë në Shqipëri për kartelet, krimin organizuar, ndikimin rus, kinez edhe në rajonin e Ballkanit, por dhe në Shqipëri, të dhënat e NATO-s që kanë rrjedhur dhe të gjithë shkeljet e sigurisë kombëtare rajonale dhe të NATO-s, duket se është një figurë që përshtatet domethënë me këto problemet që kemi ne këtu. Por nga ana tjetër, pa diskutim që ka dhe diçka sepse lidhet dhe politika jashtme me të brendshme. Politika e stabilokracisë e ndjekur nga presidenti Obama, Biden, nga kjo e majta amerikane, nga elitat e Brukselit në Shqipëri ka dështuar. Dhe ka ndodhur ajo që kemi thënë gjithmonë që do ndodhte, që kjo stabilokraci, pra
sakrifikimi i demokracisë, i standardeve të demokracisë së brendshme për hir të stabilitetit çon në fund në destabilitet. Është një gjë e provuar kjo, mund ta marrim si aksion këtë gjë, jo që është provuar edhe në raste të tjera, por edhe në rajonin e Ballkanit. Dhe kjo është një strategji e dështuar që Amerika ka hequr dorë. Tani alternativa ndaj stabilokracisë është si forcimi i demokracisë, si forcimi i stabilitetit, nuk janë përjashtuese të njëra tjetrës këto të dyja. Përkundrazi, demokracia ka nevojë për stabilitetin, por stabiliteti ka nevojë dhe për demokracinë. Në Shqipëri janë shëmbur shtyllat e republikanizmit, minimumi i standardeve demokratike këtu nuk ekzistojnë, liritë e individit janë gjithmonë më në të kurje, gazetarët, për shembull, raporti i Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut thotë që gazetarët vetë censurohen në Shqipëri. Qytetarët shqiptar janë të përjashtuar nga arena publike, nga vendimarrja. U thuhet mos ndërhyni, mos spungetit, ç'të duhet ty, është shpreha që u thuhet qytetarëve shqiptar. Dhe qytetarët shqiptar janë atë që unë e quaj shoqëria e tërheqjes, janë tërhequr drejt private, se kanë lënë bosh hapësirën publike. Të presionuar, të trysnuar, të kërcënuar me vendin e punës, me bukën e gojës e tjerë, me shumë gjëra, po propaganda me gjithë këtë presion të madh në 13 vite ka bërë që qytetari shqiptar të struket në privatësinë e vet. Dhe ta lërë arenën bosh, duke lërë shtetin e madh dhe të gjithë pushtetshëm të uzurpojë këtë arenë publike. Dhe jemi në këto kushte sot në Shqipëri, kur janë shëmbur disa themele që janë tepër të nevojshme për bashkëtesën e paqë në një vend, por dhe për avancimin e këtyre standardeve demokratike, të ekonomisë së tregut, kapitalizmit dhe gjitha këtyre politikave që çojnë në forcimin e individit, familjes dhe më pas të shoqërisë dhe të një kombi. Ndaj, është patjetër edhe pjesë e fushbeprimit të ambasadorit, domethënë nuk është se ai mund ta anashkalojë gjithë këto, se më pas kjo bjerje e gjithë këtyre elementeve me kërcënimet që na vijnë, me lulëzimin e karteleve të drogës dhe gjithë këto elemente të tjerë të sigurisë që unë përmenda, duke u bërë gjitha bashkë, bëjnë që Shqipëria të kthehet në një vend të pasigurt. Dhe natyrisht për interesat e tyre, Shtetet e Bashkuara nuk e duan këtë, nuk e duan, kam përshtypjen unë, një Shqipëri me gjithë këto defekte të lejuara edhe nga faktori ndërkombëtar, për arsye ideologjike, për arsye lobimi, për një sër arsyesh që mund të jenë, po fakti është që sot Shqipëria është një hallkë e dobët e NATO-s, dhe NATO-ja është, si çdo aleancë tjetër, është aq e fortë sa hallka e vetme e dobët. Nikola, të flasim tani për Hungarinë. Në këto ditë prej së dielës në media kanë folur shumë për zhvillimet atje, duke bërë edhe krahasime në lidhje me Shqipërinë, Ballkanin, ndikimin në Europë. Një pjesë kanë konsideruar si fitore të Bashkimit Evropian përballë SHBA-s edhe Rusisë, e shumë teori të tjera, po shumica e këtyre, për të mos thënë gjithë që kanë folur në bazë asaj që kanë lexuar. Por ju ndryshe nga ata keni perceptimin dhe në Shqipëri, pasi këtu jetoni, por ishit atje duke ndjekur procesin zgjedhor dhe për aq ndoshta pak apo shumë sa qëndruat, e keni diçka më shumë se sa duke lexuar në media. Tani mund ta bëjmë një krahasim për atë që ndodhi në Hungari, ndoshta ajo val mund të vinë në vendet e Ballkanit pas 16 vitesh atje me Orbanin, pra çfarë kishte ndryshe atje dhe nuk ka në Serbi, në Shqipëri apo në Maqedoni apo në vendet e tjera. Sepse një nga gazeta gjermane sot shkruante që më të trembur janë Vučić, Mickovski dhe Dodik në Ballkan. Pas ka lënë Ramën jashtë. Solla ke argument. Jo, nuk mendoj se ka nuk mund të heqim një paralele mes Hungarisë dhe Shqipërisë, sepse në radhë të parë zgjedhjet e fundit në Hungari provuan sërish që Hungaria është larg të qenit kjo autokracia që gjeni më rëndom në përshkrimet e mediave kryesisht të majtës radikale apo të këtij establishmentit liberal apo të burokratëve të pasgjedhur. Sepse një autokraci nuk largohet në këtë mënyrë. Ishin zgjedhje konkurruese me një polarizim shumë të madh, ku nga ajo që kam kuptuar unë edhe nga sesionet e briefingut që bënim me grupime të ndryshme në Budapest javën e kaluar, ka një pluralitet në media, për shembull.
nëse do lexosh mediat, nëse do lexojmë mediat ndërkombëtare, thonë që në Hungari kontrollon të gjithë mediat Viktor Orban. Ndërkohë RTL Klub, që është media kryesore në Hungari, është me opozitën. Ka që nga 2010-a që erdhi Orban në pushtet që e lufton. Imagjinoni median më të madhe në Shqipëri, s'po përmend emra, që të jetë me opozitën sot dhe të sulmoj. Pra për 6 vite ka rezistuar. Po, ka rezistuar. Media më e madhe në YouTube me 680.000 abonent, subscribera. Është me opozitën, Partizan, edhe nga vetë emri, është një media online e majt që ndiqet shumë edhe nga njerëz pro qeverisë ose pro Fidesit, po themi. Ndërkohë, media online, media në YouTube më e madhe që ishte pro qeverisë, kishte diku në mos gaboj 160.000 me ç'na than abonent. Imagjinoni shikueshmëria e Partizan dhe impakti që ka shumë i madh. Kishte një dominim shumë të madh gati absolut në rrjetet sociale të opozitës, të Peter Magyar apo të elementeve kundër kryeministrit Orban. Kjo për sa i përket pluralizmit në ekosistemin e medias. Është ekosistemi i shoqërisë civile, miliona euro që shkojnë nga Brukseli, nga USAID deri para një viti e gjysmë derisa u mbyll, nga NED, nga fondacioni Shoqëri e Hapur, të cilat shkojnë drejt OJF-ve që ishin të zëshme kundër Viktor Orbanit, të cilat mbështesnin Peter Magyar dhe partinë e vet dhe koalicionin që e kishte krijuar. Pra dhe ekosistemi i shoqërisë civile ishte lulëzonte. Krahasojini mediat dhe shoqëritë civile në Hungari me këtë përshkrim që unë ju bëra, që është një përshkrim që është një përmbledhje e atyre që unë kam parë dhe informacioneve që kam marrë nga ata që na informonin. Po këto janë të verifikueshme fare lehtë sepse i kam verifikuar vetë më pas online nga kushdo që na ndjek. Krahasojini këto me sistemin në Shqipëri, ku mediat dominohen nga kryeministri, Departamenti i Shtetit thotë që gazetarët vetë censurohen, shoqëria civile është inekzistente këtu, dhe krahasojeni po të doni dhe me qeverisjen e Partisë Demokratike. Unë e them shpesh duhet qeverisja e djathta në Shqipëri që të zgjohet shoqëria civile, që të zgjohen mediat, që të bëjnë rolin e tyre, jo të bëjnë ndonjë gjë më shumë. Po ndoshta që atje e majta vetëm 5% në mos gaboj doli, diku rreth 5%. E majta nuk është fare në parlament, po para se të vete këtu, doja t'i përmendja të gjithë këto elementët për të shbërë dhe këtë mitin e këtij gogolit që është ngritur sikur kryeministri Orban është ky diktator i madh. Sepse ka një inflacion shumë të madh të fjalës autokrat dhe mua më vjen keq sepse sa më shumë inflacion të ketë një fjalë, aq më shumë e humbet kuptimin dhe po ndoshta nuk ja vlen ta përdorësh më. Nëse për shkak të kundërshtive që ai kishte për shumë çështje. Po kundërshtit i kishte sepse shërbente si një kundërbalancë me burokratët e pasjedhur të Brukselit, përfshi krye burokraten Ursula von der Leyen. Por Donald Trump tha dje më i lumtur jam unë se sa Peteri. Kjo i përmbledh. Çfarë ti thua kryeministrit Tusk që ju desh të merrte gjente mbështetje nga e majta ekstreme radikale nga trashëgimtarët e komunistëve që të vinte në pushtet dhe të ngelej peng për të bërë sërish kryeministër peng i levicës i të majtës ekstreme atje apo grupeve tjera progresiste. Ndërkohë mos t'i futemi dhe probleme me Polonin që Tusk, ky liberali i madh, filloi një kundërsulm ndaj gjyqësorit, ndaj politikanëve konservator atje, duke arrestuar pa asnjë akuzë deputet të opozitës konservatore atje. Është histori më vetë Polonia, mund t'i futemi po të doni. Po më shumë mund ta perceptojmë si fitore të Bashkimit Evropian dhe të Sorosit këtë atëherë? Jo, nuk mendoj. Kështu po doja ti përveç mediave shoqërisë civile për paralelet me Shqipërinë. Krimi organizuar.
kryeministri Orban askush nuk e ka akuzuar dhe kur I pyesja unë grupime të ndryshme për të kuptuar, habiteshin nga kjo pyetje sepse u duke një gjë e çuditshme, nuk përdor as krimin e organizuar, as mbush kutit, as kartelet e drogës, as nuk fali 2 miliardë euro gjoba, as nuk dha licenca për 29.000 hektar kanabis. Atje pra paralelet me Shqipërinë, ku këto janë shqetësime në Shqipëri të shprehura dhe në raportin e OSBE-Odirit të zezambi të bardhë, në Hungari nuk ekzistoi. A ishte Hungaria një vend ku dominonte një parti? Pa diskutim, dominonte partia Fides e kryeministrit Orban prej 16 vitesh. Pse dominonte? Sepse e majta përballë kryeministrit Orban në pjesën më të madhe të këtyre 16 viteve, përveç se e la në 2010 me një krizë ekonomike, me normën e papunësisë 11%, ndërsa kryeministri Orban e zbriti në 3.4% diçka e tillë. Kishte edhe një kapitullim ndaj këtyre agjendave progresiste që nuk ndaheshin nga pjesa më e madhe e popullsisë hungareze. Duhet të kuptojmë që hungarezët janë një popull konservator. E vlerësojnë shumë identitetin e tyre, historinë e tyre, trashëgiminë, traditën, sovranitetin në vendimarrjet e tyre për punët e tyre, të cilat janë në traktatet e Bashkimit Evropian. Është parimi I subsidiaritetit, nuk është se po shpikim ndonjë gjë këtu ose po kërkonin ndonjë gjë hungarezët që nuk është e parashikuar në traktate. Puna është që Brukseli ka shkelur traktatet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo gjë nuk pranohej nga popullsia hungareze. Një popull ka një traditë 1000 vjeçare parlamentare. Domethënë ka qenë pjesë e një perandorie dhe kanë këtë krenarinë, e kanë edhe këtë sovranitetin si një gjë të shenjtë dhe thonë që për gjërat që ne kemi rënë dakord që janë prerogativë e shtetit hungarez, duhet I përmbahemi dhe ne do t'i mbrojmë këto aspekte, do t'i mbrojmë këto vlera që e kanë formsuar kombin hungarez përgjatë 1000 viteve të fundit. Dhe këtë arrogancën që vinte nga Brukseli, nga këta burokratët e pazgjedhur, populli hungarez nuk e toleronte. Dhe kur shikonte që kishte përballë këtë të majtën, që kishte kapitulluar tërësisht ndaj agjendave woke, ndaj gjithë kërkesave të Brukselit e tjerë me radhë, ata preferonin Viktor Orbanin. Tani çfarë ndodhi në 4 vitet e fundit? Ndodhi lufta në Ukrainë, ndodhi tash së fundmi konfliktin, lufta në lindjen e mesme, pati dhe një të paktën me arrita unë të kuptoja, kryeministri Orban pati një betejë në shumë fronte, një luftë në shumë fronte. Zelenski në një anë, Ursula në anën tjetër, lindja e mesme që merri ai, lufta ideologjike, e tjerë me radhë, dhe u duk sigur është përqendrua dhe u harua kostoja e jetesës në rritje, u harua ekonomia e tjerë. Më shumë me jashtë se sa më brenda. U morë më shumë me jashtë se sa me brenda dhe ekonomia në këto 4 vitet e fundit nuk ka qenë fort e shëndetshme. Të paktën ky ishte perceptimi. Dhe ndërkohë që hungarezët ishin në vështirësi në këto vitet e fundit, shihej se si korrupsioni rritej, sepse ky ishte një problem kryesor dhe një faktor kyç në fushat. Nga ana tjetër, e djatha konservatore atje e Orbanit kishte një problem edhe me grupmoshat e reja. Të rinjt votuan masivisht opozitën, Peter Magyarin. Qendrat urbane votuan masivisht opozitën. Dhe kjo edhe nga shumë komentator, analistë ose figura politike, dhe që kam takuar këtë ditë, dhe që kam lexuar në rrjetet sociale, vjej theksi këtu që do duhej bërë më shumë me këto grupmosha. Nuk duhej çuar fokusi tek rrethet, zonat rurale e tjerë që janë bastione të Fidesit dhe që votojnë për ata. Kështu që janë gjithë këto faktor, një lodhje e madhe patjetër se 16 vite janë shumë me një figurë dhe u bën të gjithë këto elemente. Plus elementin tjetër që Peter Magyar, pavarësisht se një figurë kontroverse me konfliktin që pati me ish-gruan e tij, ministre të drejtësisë në kabinetin Orban, që e filmoi fshehurazi, e përgjoi fshehurazi dhe më pas e përdori këtë për të startuar, për të filluar karrierën e tij politike, akuzat për dhunë familjare e tjerë. Hungarezët janë shkaluan këto dhe pande ka një figurë që sidoqoftë vinte nga e djathta, vinte nga rrethi Orbanit në një farë mënyre dhe nuk është se kishin një të majtë që do të çonte përpara disa agjenda të caktuara. Aq më tepër që zgjodhen mes të djathëve dhe thanë
me lodhjen që kemi me këtë figurë politike që ishte Viktor Orban dhe një figurë të re që ka pak a shumë të njëjta teza, sepse në fushat, por dhe në konferencën e djeshme që ishte konferenca e parë e Magyarit për pas ditës së zgjedhjeve, ai ka mbajtur të njëjtat qëndrime si Orban për temat kryesore, madje ka qenë dhe më i ashpër se Orban për çështjen e emigracionit për shembull. Peter Magyar është kundër dhe kuotave ose ardhjes së të punëtorëve sezonal nga vende jashtë Bashkimit Evropian. Për Ukrainën ka qenë i ashpër për integrimi që nuk mund pranohet një vend që është në luftë. Pra e përshpejtuar, por edhe për konfliktet që ata kanë me minoritetin hungarez në Ukrainë, për njojën e gjuhës e tjerë me radhë, ka qenë shumë i ashpër për këtë. Për marrjen e naftës ruse, gjithashtu ka thënë që ne do të vazhdojmë të marrim naftën nga Rusia, nëse më merr presidenti Putin, ka thënë, unë do t'i përgjigjem në telefon. Ne nuk do e pengojmë, po nuk do bëhemi pjesë e kredisë për 90 miliardë eurosh që Brukseli do t'i japi Ukrainës. Pra, është të paktën në retorik, sepse ne nuk e dim si ai do qeverisi, po në fushat dhe ditën e djeshme pas fitores, ai ka qenë ose sa aq i ashpër ose në të njëjtat linja si kryeministri Orban, ose edhe më i ashpër se sa ai. Dhe sot kemi një fenomen të tillë, unë e kam thënë këto 2 ditë, nuk e kuptoj për çfarë është gëzuar e majta europiane ose edhe në Shqipëri, sepse parlamenti hungarez përbëhet nga 3 forca politike sot pas zgjedhjeve. Është partia TISA e qendrës së djathtë, pjesa e Partive Popullore Europiane e kryeministrit të sapo zgjedhur Magyar, është partia Fidesz, një parti e djathtë konservatore, dhe është partia e tretë, një parti e vogël që është ADU-n, e cila është e djathta radikale atje. Kështu që shkojmë nga qendra e djathtë tek e djathta radikale, madje ata thonë që Orban është shumë më liberal se ç'duhet. Janë përfaqësojnë të djathtën më radikale, sidomos në këto. Ndaj hungarezët zgjodhën një vazhdimsi për sa i përket politikave, jo një kthim tek politikat e majta, por duke parë që, sepse për ata përveç elementeve që listova më përpara, të identitetit, të politikave ekonomike, taksa e shesh për 15% e kështu me radhë, edhe rendi dhe siguria janë një çështje shumë e rëndësishme. E pan se çfarë ka ndodhur me krizën e refugjatëve në Europë, doli që kryeministri Orban kishte të drejtë që ta kundërshtonte atë politikë të gabuar të kancelares Merkel, sepse i shikojmë pasojat sot. Nuk mund të fusësh ti në mënyrë të pakontrolluar, pa ditur se nga vinë, kush janë, ka grupe terroriste të infiltruara ose jo, 1 milion njerëz thjesht të hapësh portat dhe të thuash futuni. Europa ka dështuar me politikën e vet migratore, sot po vuan pasojat dhe ka një ndërgjegjësim. Nuk e di jemi tepër vonë apo jo për këtë. Po, të paktën për këtë gjë, kryeministri Orban është shpaguar në një farë mënyrë. Dhe hungarezët zgjodhën këtë vazhdimsi për gjitha këto politika, por natyrisht duke vënë një theks dhe te antikorrupsioni, që ishte një temë kryesore e Magyarit në fushat, dhe tek shëndetësia, tek arsimi, tek ekonomia, pra te çështjet e brendshme. Dhe unë ndonjëherë qesh kur lexoj dhe komente ndërkombëtare në media ndërkombëtare, po dhe në Shqipëri, sepse më kujtohet biseda që pata me dikë që takova një qytetar, sepse jam munduar që të marr opinion edhe të qytetarëve të ndryshëm, dhe në Hungari nuk është se u intereson shumë si ndoshta në çdo vend tjetër se çfarë mendojmë ne në Shqipëri për ta, për zgjedhjet e tyre ose në Europë, ose dhe qeshin dhe ata vetë kur lexojnë këto interpretime shkencore të mëdha se pse hungarezët votuan ose pse bën këto, se këta afrim me rusët me Amerikën e kanë gabim e tjerë. Ata duan thjesht të jetojnë në vendin e tyre, të kenë mundësitë ekonomike, të duhura një sistem arsimor digjitos, shëndetësor digjitos, me kosto të ulët dhe me burimet lëndën e parë që të jetë e lirë, relativisht e lirë. Dhe në këtë aspekt, unë për shembull si një atlanticist ose që i përkas kësaj rrymë, besoj në balancën e pushtetit geopolitik që të qëndrojë në perëndim e tjerë, nuk më pëlqen për shembull afrimi i kryeministrit Orban me Kinën ose me Rusinë. Por e parë nga interesi i tyre dhe se si e perceptojnë qytetarët hungarez këtë gjë, ata thonë neve nuk na intereson shumë kjo lufta e madhe gjeopolitike. Dhe ndoshta kanë të drejtë në atë të tyre. Neve na intereson që të marrim naftën të lirë, na intereson që të kemi koston e jetesës të ulët, na intereson që të kemi një standard jetese relativisht të mirë dhe kaq, dhe ky ishte perceptimi i tyre. Ndaj këto që diskutojmë neve me shumë detaje
për ta, këto dinamikat ndërkombëtare, për ata nuk është se ishin shumë të rëndësishme. Dhe kjo tregon edhe tregohet edhe nga retorika e zotit Magyar gjatë fushatës, që ishte pak a shumë e njëjta retorikë si Orban, plus antikorrupsionin që shtonte ai. Më pas, sepse populli hungarez donte dhe kërkonte këtë. Dhe këtu gjejmë edhe shpjegimin e dështimit të majtës për të mundur Orbanin dhe gjejmë edhe arsyet e fitores Orbanit ose të humbjes në këto zgjedhje. Pra, nuk ishte një autokraci ose një imponim i vullnetit të tillë. Natyrisht pas 16 vitesh ti shfrytëzon të gjithë mundësitë që t'i jep pushteti, dhe kjo gjë ka ndodhur, sepse duhet mundohem të jem sa më i drejtë në këtë analizë. Por populli hungarez ka votuar i lirë në të gjithë zgjedhjet që ka administruar qeveria e zotit Orban, votoi lirë dhe kësaj radhe, u mundsua rotacioni edhe me këtë sistem elektoral, dhe arsye fitore së tij gjendet pikërisht tek populli hungarez dhe te prioritetet që ai ka pas. Edhe diçka të fundit kam, sepse ju me të drejtë e tha që ata habiten pse ky interes, por ne ndoshta na intereson fakti për të mësuar që çfarë mësimesh mund të nxjerr, ndoshta opozita ju ma thatë, më bën një panoramë shumë të qartë me pika se ku dallojmë ne nga ata. Po mund ma bëni të njëjtën gjë edhe çfarë duhet ose mund të marrim ne deri diku nga ata, a kanë fjalën për opozitën në këtë rast. Pra mund të kemi një shembull copy paste që dikush ka brenda nga një skizëm, nga një çarje të vinë në pushtet, qoftë e majta apo e djatha. Një shembull mund ta marrim, po mund ta marrim partitë e vogla në Shqipëri për shembull, të cilat janë të vogla dhe vën kushte gjigande, që nuk e duam këtë, nuk e duam atë, të largohet ky, të largohet ai. Partitë ekzistente të establishmentit, edhe ato të majtat, që donin të mundnin zotin Orban, nuk vun kushte. Asnjëra prej tyre nuk vuri kushte. Përkundrazi, hoqën dorë nga gara, nga pjesëmarrja në zgjedhje, nuk garuan në asnjë distrikt, as në mazhoritar, as në proporcional, i lanë fushën zotit Magyar dhe i thanë për ne, sipas këndvështrimit të tyre, Hungaria ishte në një pikë kritike. Mendojmë se është më parësore të largohet zoti Orban sipas tyre dhe bën këtë gjë. Ktu nuk po kërkon njeri partive të vogla që të shkojnë në këtë pikë, por ne edhe si Parti Demokratike e kemi bërë ftesën shumë herë që të bashkëpunojmë, të paktën të ulemi në një tryezë pa kushte, sepse si mund të mendosh që Shqipëria është në një pikë tërësisht kritike për ekzistencën e vet, bëhet fjalë për ekzistencën e Shqipërisë, dhe të vësh kushte sikur ti jesh në Danimark që ne futemi, negociojmë, po jo duam këtë ministri, jo duam t'i kjo figurë, jo nuk na pëlqen ky, jo nuk flasim me atë. Është nonsens dhe mua personalisht ju a them shumë sinqerisht, më duket një mungesë e theksuar e stofit politik që duhet të kenë politikanët ose ata që synojnë të jenë drejtues të popullit të vet. Dhe ne nevojmë shumë në Shqipëri nga kjo gjë. Nga mungesa e këtij stofit politik dhe e të menduarit në mënyrë kombëtare patriotike. Shqipëria sot është vërtet një moment kritik. Përveç 1.1 milion shqiptarëve të larguar deri në 2024 në vendet e Schengenit vetëm, imagjinoni sa të tjerë janë larguar drejt SBA-ve, Mbretërisë Bashkuar e kështu me radhë. 7 qarqe sot në Shqipëri janë në një kolaps demografik ku lindjet janë shumë të ulta se sa vdekjet, janë me lindshmëri negative. Sot Shqipëria ka bujqësinë prej 5 vitesh që është në recesion, është në tkurje. Industria është prej 3 vitesh në recesion, eksportet janë prej vitesh në rënje, euroja ka rënë me 30% që nga 2015, vit që përkon me kanabizimin e vendit. Dhe sot ekonomia shqiptare, e thon shifrat e Instatit, e thon analiza serioze ekonomike nga ekspertë ndryshëm, nga media që merren me këtë punë, që sot ekonomia shqiptare mbahet vetëm me paratë e pista që kanalizohen në sektorin e ndërtimit, sepse është një sektor që ka rikthimin e investimit shumë më të lartë se sa sektorët të tjerë, dhe me fryrjen e administratës. Ty mund të rritet prodhimi i brendshëm bruto në letër, sepse prodhimi i brendshëm bruto ka disa komponent, ka konsumin, ka investimet, ka shpenzimet qeveritare,
ka eksportet dhe importet. Ti mund t'i kesh këto të tjerat në të kurje dhe të rritet G-ja, që është komponenti i shpenzimeve qeveritare, dhe ty të rritet GDP-ja. Kjo gjë ka ndodhur vitin e kaluar në Shqipëri. Një nga faktorët. Një nga shtytësit kryesor të rritjes ekonomike në Shqipëri me 3.4%, ka qenë fryrja e administratës, sidomos para zgjedhjeve. Kanë qenë këto tenderat që jepen për punë publike, për rrugë e kështu me radhë, por që përfundojnë në xhepat e qeveritarëve, sepse ne shikojmë rrugët se si janë në kolaps. Ndërkohë, konsumi i qytetarëve të kuret, sepse çmimet rriten, ndërkohë Shqipëria nuk prodhon asgjë dhe 20% e shqiptarëve sot janë në varfëri ekstreme. 41% e shqiptarëve, sipas Eurostatit, ndërkohë 20% që janë në varfëri ekstreme, thot Banka Botërore, po 41% sipas Eurostatit janë në kushtet e përjashtimit social, që do të thotë qytetarët shqiptar përballojnë vetëm gjërat më bazike, jo gjëra luksi, jo udhëtime, jo pushime e tjerë, po ushqimet më bazike. Në këtë pikë kemi arrit. Një anketim thoshte 55% e shqiptarëve nuk mbyllin dot muajin. Pra, Shqipëria është në një kolaps demografik, ekonomik, social, kulturor, po të doni, dhe me lirit individuale gjithmonë e më të tkurura e gjithmonë e më në tërheqje. Kështu që paralelet me Hungarinë, ndaj thashun që nuk qëndron, sepse këtu situata është shumë herë më e rëndë se sa në Hungari, dhe nevojitet që partitë politike të ngrihen në nivelin që kërkojnë qytetarët shqiptarë dhe që kërkojnë sfidat që kemi neve sot, përpara se të jetë tepër vonë dhe Shqipëria të ngelet siç thon Kombet e Bashkuara në një raport deri në 2050 me 500.000 banor. Ndaj ky do ishte mësimi kryesor, që në qoftë se Partia Demokratike i ka 530.000 vota, ato që janë lejuar të numërohen, se unë mendoj që ka shumë më shumë, po në kushtet e një farse zgjedhore kemi parë që demokratët kanë qëndruar, kanë rezistuar dhe i kanë rezistuar dhe presioneve të ndryshme. Partia Demokratike është duke bërë betejën e vet, madje bën shumë më shumë dhe po e mbyll me këtë se u zgjata, po Partia Demokratike bën shpeshherë rolin jo vetëm të një partie politike që e bën me alternativën e vet, po bën rolin e sindikatave, bën rolin e mediave, të prokurorisë, të mediave investigative e kështu me radhë. E kemi parë që është e vetmja që nxjerr njerëzit në protestë, sepse njerëzit i besojnë aq njerëz sa dalin, po dalin shumë më shumë se ç'nxjerrin forcat e tjera politike ose të shoqërisë civile në ato segmente që kanë ngelur ende të ishujt të vogël, që kanë ngelur ende të lirë. Atëherë hajde ta ndihmojmë, hajde t'i ndihmojmë këta demokratët pa vënë kushte. Ashtu siç e thash, në kushte shumë më të mira ndodhin në Hungari me opozitën, ku ata shkuan edhe më në ekstrem akoma sepse o qëndor, po këtu në të paktën të kemi minimumin e një bashkëpunimi për të mirën e Shqipërisë. Po e mbyllim me këtë apel tuaj, por për të mos përfunduar ashtu sikur thatë ju në parashikimet u Gurzeza të raporteve të OKB-s, që edhe duke nisur nga situata aktuale, duket sikur vetëm Tiranë lëviz diçka, pasi në pjesën tjetër të qyteteve, për fat keq, situata nuk është e mirë për shkak të asaj që ju tha pak më lart, shpopullimit. Unë të falenderoj shumë, Nikola, për pasqyrën që ju sollët nga atje, krahasimin që bë, por edhe për ambasadorin e ri që pritet vinë këtu. Të falenderoj. Faleminderit ju, është gjithmonë kënaqësi.